Të nderuar teleshikues, mirëmbrëma dhe përshëndetje drejt për drejt nga Studio Sport. Jemi pak me vonesë por me arsye objektive sepse sapo vim nga stadiumi Loro Buriçi ku për pak çastesh përfundoi ndeshja e dytë e turit të parë të Europa Cup në futboll për femra. Vllaznia fitoi me rezultatin 2-0 dhe duke pas parasysh edhe ndeshjen e parë që ka fituar 2-0, ekipi kuqeblu që drejtohet nga tekniku Nikolin Leka është kualifikuar në turin e dytë. Do të kemi pamje nga kjo ndeshje, por edhe prononcimet më njëherë pas mbylljes së takimit ku kanë folur për mediat presidenti i Vllaznisë Lazar Matia dhe trajneri Nikolin Leka, por ngjarja më e rëndësishme e kësaj jave ka qenë maratona e Shkodrës 2025, e cila ka pasur një masivitet dhe një spektakël të vërtet. Për herë të parë zhvillohet një maraton e tillë, do të kemi komente dhe intervista pikërisht nga kjo aktivitet i cili kaloi në mënyrën më shembullore dhe merita kryesore krahasve tjerëve është edhe për kryetrajnerin e Vllaznisë Albert Marashi, i cili është herëzi edhe kryetar i shoqatës së atletikës Vllaznia, e cila ishte kryesore në këtë aktivitet natyrshëm e mbështetur edhe nga Bashkia Shkodër dhe Federata Shqiptare e Atletikës, por nuk do të lëmë me njanë dhe është me njëherë do të jetë edhe në koment të futbolli, kategoria superiore, aty ku publiku shkodran pret shumë për të diskutuar për atë fitore me të vërtetë të emocionuese dhe një fitore bindëse ndaj Partizanit me përmbysje, sepse Partizani shënoi i pari, por erdhën 4 gola njëri pas tjetrit. Në fakt njëri erdhi më herë dhe 3 të tjerët ishin harkur në kohor të 2 minutave të fundit. Pra do të flasim për futbollin e femrave. Vllaznia e kualifikuar në turin e dytë të Europa Cup, për atletikën maratona e Shkodrës 2025 dhe Superligën, e cila siç tham ishte me një fitore të Vllaznisë ndaj Partizanit, por nuk do të lëm pa komentuar edhe lojrat me dorë që kanë startuar ekipet e voleybollit, ku Vllaznia ka fituar për meshkuj 3-1 ndaj Skënderbeu të Korçës dhe për femra është mundur me rezultatin 0-3. Të flasim edhe për ligën, për kategorinë e 2 dhe kategorinë e 3, ku ka lëvizje kohët e fundit, skuadrat po përgatiten për startin e kampionatit dhe do flasim për të dyja këto kategori, ku edhe kategoria 3, siç kemi theksuar javën e kaluar, po lëviz mjaft shumë në merkato. Bëhet fjalë për klubin e futbollit Shiroka, që drejtohet nga trajneri Ardit Mani, i cili thuajse ka bërë një merkato superiore. Për gjitha këto do të flasim edhe do t'i përcjellim në publik me ndihmën e kolegëve të pultit të transmetimit, aty ku janë 3 kolegët tanë, është përgjegjësi e kryetekniku Valmir Hysa, përgjegjësi i transmetimit Nino Jakova dhe kolegu tjetër Fliran Gerdani. Në studio kam 2 pjesëtar shumë të njohur në atletik dhe në futboll, dhe nisi me Albert Marashin. Mi se erdhe profesor. Unë e thash pak a shumë në hymje, por do ta zgjerojmë edhe më shumë, kemi edhe kronikën, por edhe me bisedën tuaj edhe një herë urime për maratonin e Shkodrës 2025, e tashmë besoj do të jetë tradicionale. Besoj që po, kjo është një fillim i mbar, do të thosha, dhe unë jam tejet i kënaqur që arritëm të zhvillonim një aktivitet të tillë në Shkodër, ku Shkodra meriton që të ketë aktivitete, jo të vetëm maratonën, por shumë aktivitete të tjera të shumë llojshme, që të kenë impakt edhe në qytet dhe tek qytetarët e saj, që të promovojmë një jetë aktive dhe një jetë të shëndetshme. Gjithçka ishte festive, do ta trajtojmë më pas. Ardit Mani, trajneri aktual i ekipit Shiroka, me këtë studie ka qenë i shtëpisë, i analist për shumë kohë, do të jetë përsëri në raste të ndryshme, siç është edhe sonte, por detyra e tij kryesore tashmë është si trajner i klubit të futbollit Shiroka, që për herë të parë gjen në këtë studio si trajner i Shirokës. Urime për detyrën dhe mirësjellje. Kënaqësi të jem në studio. Do të flasim më gjatë për ekipin e Shirokës, gjithsesi ju uroj profesorit sukses. Sepse të them drejtën, dita atletikës në Shkodër ishte sukses i veçantë për organizatorët, por të them drejtën duhet falenderoj edhe gjithë mësuesit e edukimit fizik, të cilët morën pjesë në nxënës të shkollave, duke falenderuar edhe bashkëpunimin me bashkinë edhe ZVA-ja,
por puna apo lodhën e mësuesve të edukimit fizik që jo shpesh herë, por anashkalohet, por të them drejtën, bashkëpunimi i ngushtë i mësuesve të edukimit fizik me sportet në përgjithësi në Shkodër dhe aq më tepër në sportet speciale, aq më tepër si tek atletika, janë shumë të ngushta. Dhe bravo i qoftë organizatorëve sepse ishte një ditë e veçantë në Shkodër që duhet të jetë shumë më shpesh çdo ditë, jo vetëm atletikën, por siç e tha edhe profesori, edhe me sportet tjera, sepse ditë bukura i përshtaten qytetit, por ishte edhe ditë e këndshme edhe si ditë e përgjithshme, por bravo i qoftë organizatorëve dhe të gjithë pjesëmarrësve, ishin gjithë fituesa. Bukur Arditi, me pëlqen se i bëri një pasqyrim akoma edhe më të lavdishëm atij aktiviteti që lam pas se ka qenë me të vërtetë shumë i mirë pritur dhe ka përfshirë të gjithë Shkodrën, të gjitha brezat. Ne krahas Albert Maraçit dhe Ardit Manit kishim të planifikuar në studio edhe ish futbollistin e Vllaznis dhe ish futbollistin e kombëtarës Shirin Basha, por një ndoshta keq kuptim në bisedë duke menduar se Basha është në Shkodër, se ka qenë për rreth 2-3 javë në Shkodër, duke menduar se në Shkodër dhe kështu u bë biseda dhe ftesa, e konfirmoi pjesëmarrjen. Në momentet e fundit ne mësuam se Basha është në Gjermani dhe e kishte menduar dhe kishte konceptuar se do të jetë pjesë e misionit me një lidhje të drejtë për drejtë, se ne e kemi pasur dhe të tjera. Natyrisht që kemi në studio, por do ta kemi live, ashtu siç kemi planifikuar. Edhe një tjetër ishte Vllaznis dhe ishte kombëtarës si Elvin Beqiri nga Kanadaja. Pra, do të kemi Shirin Bashën nga Gjermania dhe Elvin Beqiri nga Kanadaja për të folur kryesisht për futbollin, për Vllaznin, e cila në 3 javë ka realizuar 2 fitore. Ka mundur ekipin kampion të Egnatjes, ekipi kampion në fuqi, është mundur në javën e dytë nga Dinamo, por u rikthye bindshëm me fitore ndaj Partizanit. Por derisa regjia të bëjë mundur edhe lidhjet me Gjermaninë dhe me Kanadan, ne do të fillojmë atletikën, thamë, se ngjarja më e rëndësishme në Shkodër ka qenë atletika, ku maratona e Shkodrës 2:25 ishte krye fjala e gjithë shkaje, sepse që nga ora 8:30 e mëngjesit të dielës dhe deri në orën rreth orës 13 apo 14 Shkodra ishte në diktatin e atletikës. Rrugët kryesore të bllokuara, policia rendit, policia shtetit dhe policia bashkiake në mënyrën më të mirë duhen falenderuar sepse zotëruan çdo aks rrugor duke krijuar kushtet e mundësitë e vrapimit atletëve të disa kategorive, të disa me të edhe profesor Marashi, por edhe ceremonia kryesore përmbysuse, por ceremoni në çdo moment të garave, duke shpërndar edhe titujt, jo vetëm moral, por edhe titujt material për çdo kategori moshës, që sapo përfundonte, organizohej edhe ceremonia, duke marrë diplomat, kupat, por edhe zarfin që i kishte munguar prej kohësh vëmendarive sportive. Por të ndjekim kronikën që ka përgatitur kolegu ynë Mario Gjini për maratonën e Shkodrës dhe rikthehemi në bisedë me Albert Marashin. Në sheshin Parabashki startoi edicioni i parë i maratonës së Shkodrës, një eveniment sportiv që mblodhi mbi 300 pjesëmarrës nga Shqipëria dhe rajoni në 3 kategori të ndryshme me sportistë profesionistë dhe amator. Disa prej tyre ndan emocionet për garën dhe atmosferën e krijuar, duke cilësuar një nisëm që gjalluron qytetin dhe bën Shkodrën epiqendër të sportit. Kjo është diçka e bukur, qyteti i Shkodrës smahet për sportin, për kulturën, edhe maratonat e vrapit, këto sportet janë të mira për qytetin edhe për rinin. Ishte një vend që tregova aftësitë e mia edhe mujta me kop plotën top 5 më duket. A ishte e vështirë? Po, shumë e vështirë. Sa je përgatitur? Po, jam përgatitur shumë se kam dalë gati 2 javë për vrap që më përgatit me kanë tamam. Është një nder për qytetin tonë, sepse Shkodra është dashni, kjo dihet më është bën një slogan, por edhe kjo maraton i shërben sportit, i shërben të rive, i largon nga rutina përditshme dhe besoj do të jetë një garë suksesshme. Kjo i shërben shumë qytetit, jo vetëm nga ana sportive, por edhe nga ana e njohjes së zonës, e
në një bukurie të rrallë që ka Shkodra duke qenë, edhe duke ftuar shumë sportistë elitar brenda kësaj maratone. Kryetrajneri i shoqatës së atletikës Vllaznia Albert Marash i vlerëson organizimin e maratonës si një hap të rëndësishëm për zhvillimin e atletikës në qytet dhe për afrimin e të rinjve me këtë sport. Kjo është një nxitje për të gjithë, dhe një ftesë për të gjithë qytetarët që duhet vrapojnë për një jetë më të mirë, për një shëndet më të mirë, në mënyrë që të motivojnë edhe brezat e ri që duhet vrapojnë, merren me aktivitet fizik dhe me sport. Ngjarja prodhoi një atmosferë të veçantë dhe solli gjallërinë në qendër të qytetit, duke shënuar fillimin e një tradite të re që synon të vazhdojë edhe në vitet e ardhshme. Rikthehemi në studio sa po ndoqëm kroniken, profesor Berti e theksoi edhe Mani, por edhe në kronikat tona keni marrë vlerësime maksimale. Unë kujtoj rreth një muaj apo më tepër me herët përpara se të zhvilloj gara, kemi bërë ato intervistat me prag maratonës, keni lëshuar propozimin dhe keni qenë shumë në tension, sepse ishte një iniciativë më të vërtetë ranzave të larta, se për herë të parë zhvillohej dhe kishte pjesëmarrje apo edhe shumë detaje tjera, po në fund ja dolet dhe ai tension i përpara rreth një muaj apo 2 muaj me herët u konkretizua në mënyrën më të mirë, falë edhe kolegëve tuaj, bashkëpunëtorëve dhe Bashkisë Shkodër që ishin të gjithë në mbështetje të këtij aktiviteti. Patjetër, atëherë ne si shoqat kishim marrë angazhimin për të organizuar maratonin e Shkodrës, bashkë me kolegët e mi Bruno Rotani, Dorian Tafa dhe Jetmir Jahaj, një event që kërkonte një angazhim të jashtëzakonshëm. Do thosha që kishim një 3 muaj përgatitje çdo ditë duke u marrë me këtë aktivitet. Ky aktivitet, siç kemi thënë edhe më përpara, u zhvillohet edhe në kuadër të Shkodra Qyteti Evropian i Sportit 2025 dhe kishim menduar që pse jo mos t'i sjellim një maraton Shkodrës dhe ta bëjmë 3 ditë në vazhdimsi dhe ta ngrejmë nivelin në një numër pjesëmarrjes më të gjanë dhe gjithashtu ta vendosim edhe në kalendarin e Federatës Botërore të Atletikës, siç është World Athletic, çka pastaj do të merrte për masa më të mëdha dhe do të kërkohet një angazhim tejet më të madh për të organizuar një event të tillë. Sepse nëse him në atë rrugë, do thosha që numri i pjesëmarrësve do të rritet dhe kërkon një angazhim të jashtëzakonshëm dhe një buxhet të jashtëzakonshëm. Fillimisht tham drejtën me pak vështirësi, sepse nuk ka se ne kishim një eksperiencë në organizimin të eventeve të tilla, por fal dëshirës për të bërë diçka për Shkodrën, në moton që të vrapojmë për veten, vrapojmë për Shkodrën, për një jetë aktive dhe një jetë të shëndetshme. Unë që i rastin të falenderoj shumë Bashkinë Shkodër për mbështetjen që na ka dhënë vazhdimisht, për Federatën Shqiptare të Atletikës, gjithashtu për drejtorinë arsimore që ishte pjesë me shkollat, duke sjell bashkë me mësuesit e fizkulturës dhe nxënësit e shkollës për të marrë pjesë. Krahas kësaj duhet të falenderoj Policinë e Shtetit, Policinë Bashkiake për mbarvajtjen e aktivitetit që kanë qenë gjithnjë në gatishmëri të plotë. Ky aktivitet... Në fakt që përmendet edhe policinë, policia kishte marrë masat maksimale për qarkullimin, por jo deri në atë bllokim të plot, por ka lënë kursite duhura vetëm për vrapimin. Në fakt, itinerari ishte i parashikuar i tillë brenda qytetit në mënyrë që të kishte një impakt në qytet. Dhe kursit, domethënë vetëm të pjesa e rrugës së perës, siç e thonë ne, rruga Mehmet Pashplakut, që vetëm njëra kursi do të bllokohej, nuk kishte arsye për të bllokuar komplet 2 kursi që ishin aty. Vetëm kursia këtej pjesa biçikletave. Pjesa perëndimore, siç i bën. Dhe pjesa tjetër rruga Daud Boriçi ose Ura Dervishbek dhe pjesa e Xhabijes, siç është bulevardi Zogu i Parë. Kemi pas takime me drejtorët e policisë, të policisë shtetit dhe të policisë bashkiake, që kemi diskutuar dhe kemi marrë konfirmimin e tyre për ta bllokuar në ditën e aktivitetit. Gjithë sektori i policisë ka merita kryesore, por në veçantë sektori i qarkullimit rrugor me në krye shefin e qarkullimit Lirim Çoçja kishte
atë barën kryesore. Duhet ta falenderoj pa mas zotin Ilio Çoqja për angazhimin e tij, sepse ishte një dashamirës i madh i sportit, mezi spritit që të jepte dakordsinë për këtë aktivitet dhe ishte me një qasje të jashtëzakonshme për ta zhvilluar këtë aktivitet. Kjo është përvoja e dytë për Çoqjen dhe sektorin e tij, duke pas parasysh se triatlon 2025 e Labajat në Shirok, ku kaloi një test shumë pozitiv edhe me triatlonin, pra duket, po ndër të tjera tha dashamirës për sportin, sepse Lirim Çoqja është edhe një pasionant për hipizmin. Ka disa vite që e ushtron hipizmin, ka pasion huajt, dhe së bashku me djalin e tij e përshëndesim shef Lirimin, sepse është shumë aktiv në jetën privatet personalisht edhe në emër të shoqatës Atletik Vllaznia për angazhimin e tij në këtë aktivitet dhe të forcave të rendit. Gjithashtu, Policia bashkiake patjetër që ishte dyshim sepse ishte pjesë e organizimit, bashkia është pjesë e organizimit të këtij aktiviteti. Një bashkëpunime e mirë fill. Patjetër, domethënë, të dy bashkëpunimet policisë shtetit dhe bashkiake ban të mujtën që aktiviteti mos ketë asnjë lloj problemit. Një mbarvajtje shumë. Dominuan shkodranët. Duhet ta theksojmë këtë. Përpara se të shkojmë tek eventi, unë do të thosha që duhet edhe të falenderoj edhe një herë të gjithë sponsorët që ishin pjesë e zhvillimit të këtij aktiviteti, atë organizimit të këtij aktiviteti. Duhet ta filloj këtu me sponsorin kryesor, siç është Skela Suka, ku përfaqësuesi i saj është një ish futbollist i njohur i Vllaznisë dhe ekipit tonë kombëtar, zotin Xhavahir Sukaj. Duhet ta falenderoj pa mas, sepse ka dhënë një kontribut të jashtëzakonshëm për këtë aktivitet. Me bëri përshtypje të gjithëve sa ishin prezente, sa herë u përmendte emri Sukajt, jemi mësuar ta dëgjojmë Xhavahir Sukajn si golarshenues, si sulmues, si vllaznies, si kombëtarës, por në këtë aktivitet u lakua shumë si mbështetës i këtij aktiviteti. E falenderoj, e përshëndesim Xhavahirin. Unë e falenderoj shumë, gjithashtu edhe atletin e mirënjohur Izmir Smajlaj, i cili ka qenë pjesë e rëndësishme në organizimin e këtij aktiviteti, një ndërmjetëse e madhe për këtë aktivitet. Izmiri dihet që është një djalë Shkodrët, një djalë sportist, një kampion Europët dhe tashmë drejton edhe Federatën Shqiptare të Atletikës. Duhet i falenderoj pa mas. Gjithashtu, pa lënë menjan të gjithë ato që kontribuan, siç është IBC Telekom, Dargusha Gold, Shpar, Flair, Pizzaiolo, Shkodra Design. Duhet i falenderoj sepse të gjithë bashk kemi bërë një punë të jashtëzakonshme për të paraqitur një aktivitet të tillë. Eventet të tilla kërkojnë angazhim, kërkojnë buxhet, kërkojnë disiplinë në marrjen edhe të vendimeve në momente të caktuara. Kështu që unë i falenderoj gjithë. Duhet falenderoj këtu edhe drejtoreshën e arsimit, Bërsilda Kadia, për angazhimin në këtë aktivitet. Ishte pjesëmarrëse dashamirëse sportive, madje dorëzoi disa tituj, është shpeshherë e gatshme kur ka ftesa në të tilla evente. Kështu që bashkëpunimi është diçka që i shërben eventeve sportive që të kenë një impakt sa më të gjerë edhe në komunitet edhe në qytet. Ta përmbledh një herë të kaloj tek ajo si thash më herët, shkodranët dominuan. Po këtu po fusim edhe Blezar Mesin, që është një shkodran puro, edhe pse jeton në Tiranë, përfaqëson forcat e armatosura, por e theksoi edhe kur mori titullin në podium. Unë jam një djalë Shkodrë dhe kam kënaqësi që i shërbej dhe kam dalë. Madje ka garuar me ju për rreth 10 vite me vllaznin, apo jo? Me Bledar Mesin kemi filluar sportin atletikës që në moshën 10 vjeçare dhe kemi qenë për rreth 20 vite shok ekipit. Dhe Bledari është një sportist model që duhet ndjek nga të rit. Është i palodhur, stërvitet me devotshmëri dhe rezultatet flasin vetë. Një performancë të jashtëzakonshme, sepse të vraposh 34 minuta në 10 kilometra është një rezultat shumë i mirë. Duhet dim që Bledar Mesi është 43 vjeç, kështu që nuk i ka një vitet që ka mbi supe. Po shumë pranë po ashtu, i merr Kajoshe, një tjetër atlet që është stërvit po nga ne, një djalë vendi i dytë,
vrapoj shumë mirë edhe një paraqitje të shkëlqyer do thosha. Gjithashtu edhe Florian Bala, po alla ai podiumi po ishte gjithi shkodran në garën e 10 kilometrave. Flori servitet vazhdimisht në stadium, në rrugë, dhe është apasionant i këtij sporti i atletikës. Dhe merr pjesë në çdo event që zhvillohet brenda dhe jashtë Shqipërisë. Nivele. Por e veçanta e Florian Balës është sepse konkurron për disa vitesh edhe me djalin e tij në aktivitet. Dhe përsëri Ensar Balaj u shfall kampion në garë të trive, por shumë pranë tij ishte edhe kampioni i tenisit Ferhati, Ares Ferhati, dhe ai një djalë shkodran që jeton në Tiranë. Elsari është një djalë, një sportist i ri që premton shumë për të ardhmen dhe e tregoi mas mirin edhe në garën e 2.5 kilometrave. Premton shumë thash, kështu që ai do të ndjekon rrugën e babait të tij, të dalë kampion dhe të performoj mirë gjatë viteve në vijim. Ensari 2 trofe brenda muajit, duke pas parasysh edhe fitoren e triatlon Labat 2025. Kështu që podiumet pothuajse ishin kompletuar me shkodran. Futbollisti djaloshi i një djalë tjetër, unë pata një diskutim edhe me Ergys Kavajen, sepse kishte diçka në lidhje me sportistin. Është daja i Ares Ferhatit, pra. Dhe i thash, në momentin e parë që urimi për nipin, në momentin e parë që Ferhatin kampioni i absolut i tenisit, spikati edhe në atletik. Në momentin që e parë që thash, apo na e bjen Shkodër, thash të atletikët e Vllaznia, thash. Kështu që pat me një diskutim të këndshëm me. Nuk besoj sepse është shumë i dhënë dhe i spikatur i talentuar tek tenisi. Po ashtu, super kampion. Përveç kësaj gare 2.5 km dhe në garën e 5 kilometrave, spikati. Në podium në këtë garë ishte një shkodran tjetër, një futbollist nga duket nga Postriba. Nuk kam informacion, them drejtën, për sportistin fjalë. Drejtori i Akademisë Vllaznie doli në podium duke e përgëzuar. E kuptoj. Unë i përgëzoj edhe unë për arritjet që kanë pas. Gjithashtu duhet theksoj edhe podiumin e 5 kilometrave, që spikati si Drit Kopliku, kampioni kombëtar i garës e 800 metra dhe 1500 metra, fitoi edhe një titull në maratonin e Shkodrës në 5 kilometra, kështu që ka bën një performancë. Për si Dritin po është hera parë. Sepse duhet del tek një moment që isha në finish duke filmuar dhe pati vështirësi. Si Driti si shumë garues kur përfundon në finishin, por Kopliku e përjetoi shumë shpejt e mori veten. Ishin edhe emocionet e fitimit vendet parë, por edhe lodhja dhe temperaturat. Ishte një ditë shumë me temperaturat larta. Duken se si Driti ka kenë pushim në këtë periudhë, domethënë ka ardhur direkt prej pushimeve dhe është fut në garë, nuk është se ka pas një stërvitje të vazhdueshme, sepse dihet që kampionati kombëtar ka marrur në fund të qershorit dhe kena pas një periudhë kalimtare rreth një muaj, pastaj kanë pas pushime, kështu që i bite që marr direkt prej pushimeve. Dhe si familje sportive ku jemi parasysh basketbollistin e talentuar Kopliku, që është pjesë e vllaznisë që drejtohet nga Eni Llazani, pra një familje sportive Kopliku. Patjetër. Siç e thash, si Driti është një sportist që premton shumë. Do të theksojmë që si Driti është vetëm 18 vjeç dhe është kampion i 2 fisht kombëtar për të rritur. Unë duhet ta përmbyll me një falënderim edhe një herë për Bashkinë Shkodër, për mbështetjen, për drejtorinë e sporteve, me drejtorin Aron Miloti, me specialistët e sportit, zotin Alban Hasani dhe Antonio Shabanin, për mbështetjen, po që ishin prezent, për mbështetjen e vazhdueshme që kanë dhënë për këtë angazhim të organizimit të aktivitetit. Edhe kryetari Alban Preka. Kështu që bashkia ishte pjesë e këtij aktiviteti. Kështu që unë jam falënderues dhe mirënjohës për bashkëpunimin që kemi pas. Gjithçka ishte okay, ishte spektakël, por a do të vazhdoj? Kjo është pyetja. A do të vazhdoj të jetë, sepse të gjithë po e shprehnin këtë dëshirë, do të vazhdoj të jetë tradicionale, vit pas viti. Unë besoj fort që do vazhdoj tradita dhe për sa kohë do vazhdoj, unë do të mundohem të jap kontributin tim për angazhime, për organizimet e tilla. Jam i gatshëm të bashkëpunoj dhe për organizim bashkë me kolegët e mi
sepse i vetëm unë nuk mund bëj asgjë, por bashkë me kolektimin. Është momenti që t'i japim një mirënjohje Bruno Rotanit. Bruno Rotani, Dorian Tafi, mirënjohje. Ne bashkarisht zhvillojmë të gjitha angazhimet që ne kemi, qoftë në stadium, qoftë në angazhimet që mund të kemi të tjerë në kompeticionet më siç ishte maratona. Kolegët e mi, domethënë, janë pjesë e çdo eventi dhe duhet i përgëzoj të gjithë, Brunon, Dorin dhe Jetmirin. Pra, ky kuartet, është Marashi, Rotani, Jahja dhe Tafa, jo vetëm që shkelcej në këtë aktivitet maratona, por është edhe maja dhe baza kryesore e suksesit disa vjeçar që Atletika Shkodrani nuk lënë mbi 10 vite rradhazi 17 vite rradhazi. Ja, e kam thënë edhe për moshat, se për 30 ka 17 vite rekord që fiton titullin kampion, por edhe me kategorinë U20, U18, U16, të gjitha grupmosha. Të gjitha trofet e fituara nga Vllaznia fal kryetrajnerit Albert Marashi dhe kolegët e tij Jahja, Rotani dhe Tafa, urime profesor. Edhe për maratonin, por edhe për atletikën, me që është momenti ta theksojmë për publikun. Faleminderit. Kalojmë një herë tek futbolli, sepse opinioni dhe tifozëria shkodane pret të flasim për fitoren me vërtet spektakolare ndaj Partizanit, ndonë se pesoj e para në portën e saj Vllaznia, gjeti kurajo të barazoj dhe me pas ta mbyllë ndeshjen me fitore. Kemi kroniken e kësaj ndeshje, ta ndjekin dhe me pas se regjia duhet të ketë gati edhe lidhjen e drejt për drejt me Gjermaninë, me ish futbollistin e Vllaznisë dhe të ekipit tonë kombëtar, por edhe futbollistin me disa skuadra në Gjermani, Klerin Basha. Bismarck brenda zonës tjetër goditje 4-1 Vllaznia. Vllaznia tregon forcë karakteri duke përmbysur Partizanin në frymën e fundit për të ngjitur përkohësisht në krye të klasifikimit. Në një sfidë spektakolare, petkun e heroit e mori Charles Bismarck, i cili fitoi 2 penallti dhe shënoi golin që vullosi suksesin e klubit më të vjetër në elitën e futbollit shqiptar. Super sfida javës së tretë në ambistet superiore nisi furishëm me Partizanin që tregohet menjëherë rrezikshëm në daljen e parë në zonën e shkodranëve. Kuq i bën përpjekje të reagojnë duke vendosur në provë reflekset e Alban Hoxhës. Fillimisht kapiteni të kuqve ndal Bismarck në një pozicion të volitshëm para se të mrekullojë me 2 pritje spektakolare. Muradet e Kastrati nuk i besojnë syve teksa gardiani 37 vjeçar tregon se vitet për të janë thjesht numra. Performanca e Hoxhës motivon kryeqytetasit se cilët ja dajnë të ndëshkojnë pravijen e vetëse me Vusalit Skandalin. Ansori Azeri gjendur në vendin dhe momentin e duhur poshtë portierin gjerman Pols. Ky episod zgjon 9 herë kampionët e Shqipërisë, të cilët fitojnë 11 metësh pas kontaktit Bismarck me Atanaskovskin. Arbitri Orson Ferrata, i ndihmuar nga pamjet e sistemit VAR, i jep shansin ballet të vendosur përballë Hoxhës. Dueli mes dy kapitenëve fiton Shkodrani që vendos ekuilibrat në 1-1 duke ndjesur fesën në impjantin Loro Boriçi. Në fundin e pjesës së parë është Radha Kallako që lëshon predhen nga distanca e cila kushtohet nga Hoxha. Me rezultatin 1-1 mbyllën 45 minutat e para, ndërkohë 2 metrash dhe këtë. Të besohet e Edi Martini nuk dorëzohet dhe në minutët e kohës së rregull fitojnë penallti me Bismarck që të herë rrezohet nga zonë Bytyqi, i cili dëshkohet me karton të kuq. Nga pika i bardhë Bekim Balla nuk fal duke përmbysur gjithçka. Në kohë shtesë Sin Haga dhe Charles Bismarck vullosin triumfin e kuqebluve, të cilën gjiten përkohësisht në krye të klasifikimit me 6 pikë, ndërkohë që Partizani pëson humbin e parë duke mbetur në kuotën e 4 pikëve. Ardit Mani, fjala për ju, sepse në këtë studio për një sezon keni qenë në rolin e analistit. Jo, të them drejtën, ndeshje që me shumë emocione, më vjen mirë për trajnerin Martini sepse ka fut në këto 3 ndeshje filozofinë e tij, si nga ana taktike, por ashtu edhe nga grinta. Të them drejtën, shoh një Vllazni që sulmon shumë përpara, është gjithkohë në presim, edhe ndeshjen me Dinamon, edhe pse ne çalume, por prap ndeshjet janë shumë të mira, loja shumë e mirë. Të them drejtën, edhe nga ana fizike unë shoh Vllaznin që ka pësu rritje, dhe lojtar që ka blek si Kallaku, që kanë marrë si Kallaku që ka fillu me lon, me tregu cilësitë e tija, dhe të them drejtën si Kallaku, si Morataj, por komplet kuarteti i mesit fushës, të them drejtën po jep një ansambël shumë të bukur dhe duke tregu që Vllaznia sot ka ardhur me tjetër marsh, por shpresoj duke i marrë ndeshje mas ndeshjet. Golat qenë shumë bukur, pavarësisht se erdhën minutën e fundit, por të them drejtën edhe Partizani nuk është se tregoi shumë cilësi të mira. Për mua nuk ishte ai Partizani që ne pritshëm.
Por kjo kampionati dhe presim që Vllaznin këtë ndeshje me Teutën të tregojmë edhe një herë grindjen e që të shkojmë për një rezultat pozitiv dhe pse jo të ecim përpara. Megjithëse unë kam parë ndeshjen e Elbasanit, të drejtën kampionati shqiptar është bë shumë i fortë, janë disa ekipe që pretendojnë, por ndeshja me Durrësin ka me tregu edhe atë balancën që ekipi tash ka marrë për me vazhdu me fitoret. Teuta që sot mposhti Dinamon, pra është një Teutë që duket se ka një lëvizje për mirë dhe presidenca e re. Themi janë neshjet e para dhe ekipet ndoshta vinë me një karikim të plot, por shpresoj shumë që këto neshjet mira vllazninjat i vazhdojnë. Ndërsa Teuta, të them drejtën, më çuditi, unë nuk e kam pa ndeshjen sepse ishim në seancës servitore dhe të them drejtën nuk e kam pa, por kjo është kampionati. Pra java e 4 përballë dy klube me traditë, shpeshherë sa herë ndeshur në Niko Dovana, kanë dhuruar spektakël dhe kujtojmë Teutën e De Martinit që shpeshherë ka qenë koske fort dhe ka fituar ndaj Vllaznisë. Këtë ka të veçantë kjo ndeshje sepse Martini rikthehet aty ku ka pasur suksesin e tij më të madh tek Teuta ku ka fituar të gjitha trofet, kup, titull kampion, Superkup, por tashmë udhton në Niko Dovana në Durrës për të fituar ndaj Dursakëve. Shkon me ekipin e shtëpisë në shtëpinë e dikurshme, kështu që kjo është një shprehje mbështetëse e këtij komenti, por fitoria sotme e Teutës ndaj Dinamos kam bindjen se i arrit edhe më tepër ato vlerat kësaj ndeshje, emocionet. Dhe Teuta do të jetë ndryshe, ndoshta edhe me një moral. Vjen me moral tjetër, edhe të dy ekipet janë me moral pozitiv. Normalisht i ka me një ndeshje fort, çdo gjë do t'i lehet fushë, megjithëse unë kam shumë besim tek ekipi, edhe mënyra se si kanë paraqit të tri ndeshje, them që mund të jena shumë agresiv dhe shpresoj shumë që të riparojmë defektin që kena për raportet, sepse vujmë për me dalë te goli, pavarësisht ndeshjen me Partizanin, por edhe ndeshjen me Partizanin minutat e fundit ishin ato decisive që treguonin për gola. Gati po shkonte në barazim 1-1, kështu krijua përshtypja për penalltia edhe në favor të Vllaznisë, përmbysi gjithçka, pastaj dy golet e tjerë, i tretë dhe i katërt erdhën edhe për inerci, por edhe për merite e Hakajt, i cili ka një rritje drastike, duhet thënë. Hakaj ka 2-3 javë. Nga Tafili dhe Hakaj, sepse aksioni ishte decisiv nga Tafili dhe kontakti me lojtarin e kundërshtarit, gjetja në kohë e komentuar edhe të tjera. Hakaj ishte pak sa në hije në javën e parë fal dhe dëmtimit, por që nga ndeshja me Dinamon ku luajti në pjesën e dytë dhe në vazhdimsi, sidomos edhe në këtë ndeshje ka një rritje dhe ka dhe një sinjal që është i domosdoshëm për skuadrën. Është gjë e mirë sepse kur ke një stol të fuqishëm, të fortë, nuk ke frikë domethënë me kthy krytin mbrapa. Këtë fat e ka Vllaznia, të drejtën fal edhe punës shumë të mirë të stafit, por edhe të presidencës që ja përgjigjsh në çdo moment. Kështu që ka luksin stafi me pasat qetësinë e duhur që edhe stolin e ka shumë sigurt. Ndërkohë që edhe Bismarck debutoi me gol, e hapi serinë dhe kam jo vetëm me gol, por Bismarck morri edhe penalltin, ishte domethënë lojtari decisiv, them drejtën. Ishte shumë protagonist, shumë por unë them që atë ndeshje sidomos atë goditjen e tij prell ishte një gol, jo vetëm rrjet, por edhe interpretimi ishte një domethënie. Vjen keq edhe për Moratin që nuk gjeti gol, sepse ishte për mua ishte njeriu i ndeshjes, një lojtar shumë i shpejt, shumë decisiv, shumë i ashpër pavarësisht nga statura e tij, me një fantazi shumë të zhvilluar si lojtar. Them drejtën, e shoh shumë lojtar të mirë dhe një as në mangë për trajnerin Martini. Me të drejtë dhe opinione sportive dhe rrjetet sociale komentojnë shumë dhe shpeshherë godasin në shenjë. Dhe për Moratin kanë komentuar që po flitet për njërin, për tjetrin, por zbulimi është Morataj. Është vërtet. Duhet ta pranojmë dhe ne kemi thënë që në ndeshjet vjosore, unë kam transmetuar live dhe për drejt miqësot e Vllaznisë dhe Morataj
me të vërtet edhe me Besën edhe me Vllaznia me Teçiçin ka dhënë sinjale shumë pozitive. As më tepër në ndeshjet zyrtare e ka arritur akoma më tepër. Pra është nëse mund të themi zbulimi I sezonit mund të jetë Morataj. Vllaznia në raportin e mesfushës, them drejtën, ka gjetë një balans shumë të mirë për me ndihmu ekipin në të dy fazat, si fazën ofensive ashtu edhe defensive. Them si Krymi dhe Dros që janë dy lojtarë që ka ende me I pas si lojtar, por mesfusha edhe kjo mesfushë fort po shkëlqen dhe po jep Vllaznisë atë që ne edhe tifozat kërkojnë. Po çfarë mendon Çlirim Basha, I cili si tham më herët e prisnim në studio për të qenë prezant sepse kështu u mendua dhe u diskutua me te, por vetëm vonë, shumë vonë, pak përpara emisionit morëm, u informuam se ai nuk është në Shkodër dhe konfirmimin për të qenë në emision e ka bërë me idenë se e kemi ftuar të jetë live dhe këtu po ndodh në këtë moment e regjia me njëherë ka bërë lidhjen me Gjermaninë atje ku jeton prej disa vitesh me familjen e tij, Çlirim Basha, së bashku me një emër të madh, Xhevdet Basha, babai I tij I cili ka një karrierë të suksesshme me Vllaznin, pra një dinasti e Bashave ku pjesë e të cilëve është padyshim edhe Çlirim Basha. Mirëmbrëma Basha. Mirëmbrëma Gasper. Isha në rregull me to komentet për dinastin apo jo? U ke shkëptu me dje, se në fakt unë kam kanë 4 javë, kam kanë në Shkodër për në verë, por na një që kena kapacitetin rrim gjithmonë 3-4-5 javë, por u banë të Pa u futur tek komentit, tek analiza e ndeshjes Vllaznia Partizani. Xhevdet Bashën, si e kemi? Babajnë tuaj, veterani I nderuar futbollit shkodran. E se ka këtë adrenalin, më thonë, kur po ndeshja me Partizanin, tha, kena fitu, tha, 3-1, për në fakt, doli 4-1, edhe I thoshi velit, më 10 minutë që doli sa ty rezultati. Ja, tha, Edi, tha, ka me fitu, tha, ndeshjen. Edhe një ashtu doli. Atëherë pa në përcjell opinionin e përgjithshëm, edhe tuajin, edhe të Xhevdet Bashës, me të cilin keni diskutuar patjetër edhe për ecorinë dhe për suksesin e Vllaznisë. Fjala për ju, Basha. Kaci, na kena folë edhe për para 3 javë, veri poja ditë kur morë në intervistë, unë kam kënë optimist për ekipin, sepse në fakt Edi I ka vërgu këta lojtarët si ka pashqip një marë, I mori, se thasha ditë që kemë edhe Kallaku, Bismarck, Gjini, ekipi ka për të kompetu të kretë. Në thonë, tjep një optimizm ekipit se letë futbolin tonë, që nga lutë para 20-30 ofensiv, bëndë me thonë si me qep ekipin, pa mërë të shpe I viteve të fundë që kena pas da përqarit me hanë shumë mlaja me një dheq tipik Vllaznia e ka pas tonë historinë e vetë me hanë një dheq që ka kënë Asafizi, ka kënë përshmata me sërshor Teqa, Peter Briza e ta në rallë, që me hanë si nga lutë atë futbolin ofensiv, po të me hanë Edi e ka bo ekipin vështirë të vetë si thonë si me pas një ekip si me lutë edhe për titull. Në fakt, meshja ishte shumë emocionuese, me hanë që me bo edhe të regula në shtesë, nuk ka si dhe edhe letë, por e meritua fituar, se me loj, me rast. Çlirim e kemi thënë edhe me herët, duket se tekniku Martini ka luksin në këtë sezon të ketë 2-11 që rivale të denja për të lutur në fushë. Pra, nëse zhvillohet një ndeshje miqësore Vllaznia A me Vllaznin B, 2-11 që të besoj se vetëm pak ndryshim, apo as pak ndryshim nuk mund të ketë, duke pas parasysh emrat që janë në stol aktualisht për Vllaznin. Edi ka si them po këtë vit edhe luksi sepse unë kam kanë një stërvitje Vllaznit. I kam pas marrë stërvitje që një gjë shumë I madh. Për shembull, Haka ishte për shembull aty, erdhi, hini në fushë, bani edhe gol. Do thonë ekipi ka të më thonë atë ka potencialin edhe për 2-11 që por ta bën më thonë shefin më tepër një Vllazni ofensive edhe një futboll më thonë shumë I bukur.
shumë i bukur, të banë të më hanë si me po edhe nëshin në shumë qef, por ma tepër si një tifos, të ka dhate besimin si këtë vit me të vërtet jena për titull. Me lojë dhe me tanë. Si shikon vazhdimësinë e Vllaznisë? Besoni që jemi thënë vitet e fundit vazhdimisht në studiet tona, me intervistat, opinioni sportiv, tifozeria, viti i Vllaznisë për kampion. Po ky vit duket se i ka brenda të gjitha këto premisa, apo jo? Është, thasha më parë, Vllaznia e ka të mënë këtë luksin, si me të vërtet me shku 100% edhe për titull, në varë sepse na kena edhe një trajner si ka mënë eksperiencen e duhen me shqiptarë, me të utën, ai e ka të regu, më thonë, vetin si edhe me një ekip, më thonë, solid, më ndalin edhe kampion, kurse tesh e ka Edi ekipin këtë të kompletum, i ka pas që me marrë këta lutarë, Gjinin e Kallakun e Bismart, i morri, Vllaznia më ka atë luksin si me të vërtet, me lutë për titull, sepse Vllaznia, po të qyri më shambu të vitet e fundit, në kena kënë më hanë gjithmonë katërshe, e kena pas ekipin e konsolidum, por jo si me të besimin i 100% si me të vërtet më ndalim këtë ditë kampion, por si mjetë me besimin... Ka pak probleme edhe lidhje, po? Ashtu më telefoni, se mi bim shok telefoni shpesh, edhe kështë si Vllaznia e ka të më atë luksin si mjetë për dalë kampion. Por, gjithsesi, Ndeshja radhës Liçe, sepse Liçe ju thrasin shoqëria në Shkodër, apo jo? Edi të shë Durrës ka me shku, me thanë, me fitu, normal. Kjo fitoria e sotme e Teutës dhe Dinamos, mendoni se e bën edhe me spektakulare dhe me të fort duelin Teuta Vllaznia që luhet në fundjavë? Po të shë Teuta gjithmonë ka kënë një kocë shumë e fort të Vllaznisë, ka në lanë gjithmonë maksimumin, por Vllaznia i ka të më hanë shumë forcat për me fitu Durrës. Më hanë Edi ati ka me shku për me fitu Vllaznia, sepse Edi si sraqë edhe par e të shku si dhenë si gjys në shpit vetë, pa mërësi se a Shkodrane tajnë e gjak edhe në zemër, por karrierë i futbolistike ka kënë në Shkodër, por si ta një iku 3 herë, u këthy 3 herë, doli kampion, mori kupën, mori superkupën, eci kupët e Europës, më thonë si Edi e njëfë mirë Durrësin, e njëfë mirë edhe ekipin e Durrësit, por në këtë ekip si kena të mëhanë nësimjet, mund të dojmë çdo ndeshje, pavarësisht se a luhet anë Shkodër, anë Durrës, anë Tiranë, Vllaznia të mëhanë një koske forcine për me dalë kampion. Qerim Basha, faleminderit për këtë lidhje të drejt për drejt, thatë edhe me herët se ky defekt që po vjen në lidhje është si pasoj e telefonatave që po vinë në telefonin tuaj, me sa duket janë duke ju ndjekur mbi tuaj, po ju lëm mundësinë ti përgjigjen e thirrjeve tuaja. Faleminderit, ndahemi këtu. Shpresojmë që kur t'jeni në Shkodër, jeni prezent në studio. Natën e mirë Basha, faleminderit. Natën e mirë, edhe fitore inshallah në Durrës. Mirupafshim. Rikthehemi në studion ndërkohë që regjia, nëse është e mundur, do të na bëjë dhe lidhjen tjetër me Kanadan, me Elvin Beqirin, i cili krahas opinionit për Vllaznin, për këtë sukses të Vllaznisë në këto të reja kampionat, ka dhe një lajm gëzuar sepse me ekipin e tij të futbollit që drejton në Kanada, me ekipet e moshave, ka fituar një trofe shumë të rëndësishëm, që do të na thotë vetë Elvini, nëse do të jetë me kolegët tanë Valmir Hysa, Nino Jakova dhe Florian Gerdani që janë në pult, nëse do të kemi lidhjen me pasport, edhe njëherë me panelin tashme me Albert Marshin, që krahas atletikës, që është baza çdo sporti, është edhe pjesë e futbollit, tashme edhe me klubin e futbollit Shkodra, për përgatitjen atletike, por për Vllaznin na intereson. Elementi atletik, elementi fizik, si u duket për momentin tek Vllaznia ekipit parë? Thëmë drejten, pak ndeshje kam pa Vllaznin, por
Unë mendoj që me ato seanca edhe që kam pa në pjesën që në stadium, mendoj që duhet me punu edhe më pak më shumë në pjesën e kondicionit fizik. Unë besoj shumë te Martini sepse ka një mentalitet fitues dhe them që ka injektu një mentalitet të tillë dhe besoj shumë që Vllaznia këtë vit do shpallet kampion. Një titull kampion që i mungon prej vitesh. Kështu që mentaliteti fitues nuk i mungon dhe Martini e ka bë më së mirit që ka transmetuar te ekipi dhe besoj që do shkoj përpara shumë. Me që thamë dhe cituam atë angazhimin tuaj me të fundit të klubi futbollit Shkodra, me organizimin e ri me president Agim Cani, kemi thënë vazhdimisht në media, ka goditur në shenjë, ju ka besuar përgatitjen atletike të ekipit të akademisë në tërësi. I kënaqur për bashkëpunimin me klubin Shkodra, me Taji Peranisin, Rudi Peranisin, Agim Canin? Unë kam pasur kontaktin me përsër Tajipin, të mirënjohin përsër Taji Peranisin dhe pas një besede që kemi pas bashk, ai shprehi dëshirën e madhe për të qenë pjesë e stafit. Jo vetëm për aq sa unë kam mundësi, por ai ishte i gatshëm që unë të isha pjesë e stafit gjatë gjithë kohës, por e pa mujtën që unë të jem më tje sepse angazhimet janë të shumta. Kështu që Shkodra është në një organizim të ri dhe do thosha një organizim të mbar, sepse me sa shoh unë është duke punu seriozisht që në infrastrukturë që është baza për fillimin e një aktiviteti dhe për një ecuri të mbar duhet që të ketë një infrastrukturë të mirë. Çka është duke realizuar presidenti Agim Canaj dhe unë duhet t'i përgëzoj gjithë dhe t'ju uroj të gjithëve suksese për këtë angazhim bashkë me presidentin. Shpresoj që në një ardhme jo të largët të kemi studiu një përfaqësues të klubit futbollit Shkodra, pse jo vetë presidentin Agim Cani, i cili ka bërë mjaft të mirë, sidomos me infrastrukturën që ka realizuar, ka gati 2 fusha me përmasa të rregullta olimpike. Me përmasa të rregullta, fusha me barin sintetik është me përmasa të rregullta. Ndërkohë që po punohet për fushën tjetër me bar natyral. Por edhe për mjediset e brendshme, për dhomat e zhveshjes, sepse do të jenë ekipet kombëtare, ekipet do të jetë evropiane U21 në Shkodër dhe do të jetë Shkodra do të jetë mikpritëse dhe është piketuar edhe kompleksi i klubit Shkodra dhe mund themi fushat e Agim Canit, kështu thuhet në publik, sepse të tjerët janë personale dhe të akademisë, aty do të jenë disa ekipe të huaja që do të stërviten. Ndërkohë që jemi në pritje për të lidhur me Elvin Beqirin në Kanada, kalojmë tek futbolli i femrave. Thamë me hapet e emisionit ai ishte lajmi i parë, lajmi kryesor, lajmi më i gëzueshëm, që Vllaznia u kualifikua në turin e dytë të Europa Cup. Në takimin e sotëm mundi nën kampionin e Ukrainës me shifra 2-0, shenuan shqiptare amerikane, pikërisht Teresa Deda dhe Megi Doçi, 2 gola që duke përfshirë dhe fitoren në ndeshjes parë 2-0, shkon në 4-0 avantazhi dhe Vllaznia është në turin e dytë të Europa Cup, një sukses që i merituar i skuadrës që drejtohet nga trajneri Nikodin Leka dhe natyrisht mbështetja kryesore është presidenti Lazar Matia. Me këto 2 figura, pra me trajnerin Nikodin Leka dhe me presidentin Lazar Matia, ne kemi 2 intervistat që kanë folur më një herë sonte, vetëm pak minuta përpara se emisionet e niste, në Loro Borisi ato dhanë impresionet e tyre për fitoren, për kualifikimin, si dhe për pritshmërinë për të shkuar më tej në këtë kompeticion evropian. Ti ndjekin. Presidenti i Vllaznisë në futboll për femra, Vllaznia në turin e dytë të Europa Cup. I kënaqur, i gëzuar, realizimi i objektivit? Kualifikimi normalisht gëzon, por gjithsesi loja, me thënë vërtetën, nuk ishte bindëse, as më tepër kur ekipi s'kishte nevojë të vetën presion, u punuan gjatë kësaj jave që
rezultati në ishës parë mos merret parasysh për ekipit të futet në lojë edhe të fitojë në ishën, realisht edhe fitoj, por sidomos pjesa e parë për te kualifikimi, që kualifikimi është dhe qëllimi jonë në këtë tur, por jo loja, ekipin pjesën e parë e kishte marrë lehtë këtë ndeshje, nuk e vlerësuan ashtu siç duhet, dhe pjesa e parë mund të shkojë ndryshe rezultati sepse ishin disa raste ekipit kundërshtar që ne mund na shënonte, por fal disa kualitete në ekipet veçanërisht portierës, rezultati i ndeshjes shkoi ashtu siç shkoi, nuk pësu me gol, kurse në pjesën e dytë stafi rregulloi diçka në rreshtim, bani disa lëvizje dhe mendoj u stabilizoi ekipi, por me shumë vonesë që e vuni ekipin në presion, pa pas nevojë, siç e thash më përpara, sepse rezultati i ndeshjes parë ishte për me çliru ekipin, jo me vënë presion ekipin. Tash në turin e dytë, çfarë pretendon më shumë Vllaznia? Ne në vërtet kemi investuar në ekip që të lozin faktikisht në Champions League dhe të kalojë turre, por edhe këto dhe kjo kupa shumë e rëndësishme për ne dhe çdo tur, çdo ndeshje do të merret 1-1. I kemi thënë më përpara, mungesa ndeshjeve dhe ardha e shumë lojtarëve të huaja, edhe gërshetimi me ekipin ose konsolidimi me lojën e ekipit ka bën atë vetën që ekipi të vinë vonë në lojë, por gjithsesi mbetet shumë punë, sidomos se pjesa e parë sot ishte me të friksuar disi, por gjithsesi ne mendojmë që një ekip kena kualitete, ka lojtarë shumë mira. Edhe lodhja bën punën e vet sepse duhet të thënë që janë 4 ndeshje brenda 20 ditëve, ndeshje me ekipe shumë mira të Evropës, nuk është e kollajt, kështu që këto ditë ekipi do të stërvitet, do të relaksohet patjetër. Do të shohim mundësinë dhe afrimin në lojtarë sepse kemi pika të veçanta që sepse çdo tur edhe rritet koeficienti i vërtetësisë, do të ndërhyjmë dhe do të shohim për pak ditë sepse një javë kemi kohë që të bëjmë disa përforcime nëse kena të mundun edhe të pretendojmë në turin e dytë. Ne çdo ndeshje futemi me objektiva mallore. Turi i dytë kur luhet dhe a dihet kundërshtari i Vllaznisë? Kundërshtarët nuk dihen sepse janë edhe nesër ndeshje të tjera të Champions League për të zhvilluar edhe ndeshjet e Europa Cup. Nga këto 2 ture do të dalin ekipet që kualifikohen edhe ato që humbin që zbresin nga raundi i tretë i play-offit Champions League. Edhe në bazë të renditjes pikëve që këto ekipe kanë, UEFA do të përcaktojë edhe vazat. Ne mendojmë që jemi në vazën e parë sepse kemi shumë pikë, jemi ekipe që kemi marrë shumë pikë prej vitesh në kompeticionet evropiane. Presim nesër përfundimin e ndeshjes dhe ditën e premte është edhe hedhja e shortit. Ndeshjet do të jenë me 7 dhe 8 tetor, kurse në datë të tjera janë 14-15 tetor, kështu që janë 2 data në dispozicion për turin tjetër. Deri ku mund shkojë kjo Vllaznia në Europa Cup? Ne pretendojmë realisht çdo ndeshje të marrim maksimumin, çdo tur të pretendojmë u kualifiku. Por ndeshja sot sidomos pjesa e parë frikson, ashtu siç ta gëzoi ndeshja tjetër me këtë ekipi bën një performancë shumë mirë dhe bindi, por sot jo. Këto gjana faktikisht ndodhin në futboll, bashkë me tepër të futbollit femrave që janë edhe më të dukshme këto, por gjithsesi stafi do të punojë në gjitha planet, që edhe në planin psikologjik, sepse këta lojtarë ndoshta duke mësuar me kaq kërkesa të mëdha, por koha është e mjaftueshme që të rehabilitohet dhe të pretendojmë. Mendoj që ekipi ka kualitete më rënd dhe pretendojmë të kalojmë në turin tjetër. Po e para. Çfarë mund të themi, ne a dishim e prisim këtë lojën e ekipit kundërshtar, sidomos pjesën e parë, e prisim këtë lojë, do të sulmoshin sepse kishin humbur ndeshjen e parë 2-0 dhe do të sulmosin, nuk kishin çfarë me prit. Dhe thënë të drejtën, pjesa e parë nuk na shoqëroshi si kishim planifikuar, siç e kishim përgatit, por me pjesa e dytë ndroi fytyrë, ndronë lojtarët, ndronë filluan me kërku më tepër mesin e fushë, filluan me luftu për topin e parë dhe normalisht dolën ato 2 golat që shënume. Them që si ndeshja e parë si ndeshja e dytë është një fitore e merituar dhe duhet të falenderoj shumë të vajza për sakrificën, për mundin, për gënjtin që kanë treguar në fushën e lojës dhe dëshirën. Çfarë them u kualifikume, them se kualifikimi edhe nëse bën një gabim për momentin i myll, gjitha gabimet që janë bë, do shohim ditë në vazhdim do të riparojmë gabimet që janë bë, se normalisht futbolli lojë gabimesh është. Çfarë presim nga Vllaznia në turin e dytë? Atëherë ne nuk e dina si të na bin shorti, por na kena thënë gjithmonë që do t'i marrim ndeshjet hap mas hapi, që të ecim sa më tepër, sa më përpara në këtë kupë. Duke kthyer tek ndeshja, profesor, 2 gola Tereza Deda dhe
Megidoci, dy autorët e ndeshjes parë shënuan përsëri sot. Mund themi se po formatohet një dyshe e frikshme për vajzat e Vllaznisë? Pa diskutim që është një dyshe shumë e mirë, një dyshe talentuar, një dyshe që e nxjerr ekipin nga situata dhe kur është në vështirësi dhe duhet i përgëzoj shumë ato vajza. Ndoqëm pra intervistat pikërisht me presidentin e klubit të futbollit Vllaznia Femra Armatia dhe trajneri Nikolin Leka, një fitore e merituar ku siç theksuan edhe vetë protagonistët në fjalë, Vllaznia ka oreks tashmë për të vjuar me tej, akoma nuk dihet kush do të jetë kundërshtari i radhës, sepse priten të luajnë nesër ndeshjet e tjera të grupit dhe me pas lidhet shorti. Ardit, Vllaznia Femrave vazhdon traditën. Vazhdon ajo që ka qenë. Vazhdon traditën, them drejtën, unë jem shumë krenar sepse pjesë e atij ekipit është edhe një sportiste jemja. Dhe të them drejtën, ose interesohem 90% për Vllaznin, atë 10% si tjetër është interesohem për Borcin. Jam shumë krenar për atë vajzë dhe shpresoj shumë që ndoshta me zëvendësu Doçin është vështirë, por jam shumë i kënaqur kur e shoh Qilet dhe që aktivizohet dhe shpesh herë profesor Nikolinin e pyes edhe për detaje për vajzën, sepse normalisht është ajo kur e rrit pemën ke qejf të thonë në avash. Bëhet fjalë për sulmuesin e talentuar Klaudia Borci, që është një zbulim i profesor Arditmanit, por në cilësinë e mësuesit të edukimit fizik në shkollë. Pastaj tek ekipet e moshave, atëherë deri në momentin që në bazë bisedime sipër me profesor Nikolinin dhe me presidentin Lazar Matia, vazhdoi duke luajtur tek Vllaznia. Normalisht që një është krenar kur shef që një ish në zonë se jotja të vazhdon ecë përpara, është të drejtën satisfaksion i madh. Ju uroj shumë suksese, por Vllaznisë normalisht që është në rrugën e vet, nuk ke çfarë i thu, pavarësisht se sot ishte një ndeshje e vështirë, siç e diskutuam, pjesa e parë ishte të drejtën kishte shumë raste për të shënuar ekipi Ukrainas. Por Vllaznia do të shënonte, ndoshta mund të merrte loja në rrjedh tjetër. Po se futesh edhe në presion edhe janë shumë gjona më thënë që shkojnë mbrapa. Rezultati është ka herë një moment i vogël, ndoshta ndryshon gjithë lojën. Por erdhen pastaj dy golat, njëri më i bukur se tjetri, fillimisht shqiptarja amerikanja Teresa Deta, e cili po bën mjaft i mirë, si dhe kapitenja Megidoci. Jo më kohë gjatë kronikës, gjatë intervistës që dha për medjen trajneri Nikolin Leka, unë e bëra një pyetje që dy golat e sot e mbajnë vullën, firmën e Teresa Detës dhe Megidoci, dhe duket se po krijohet, po formatohet një dyshe e frikshme për skuadrat kundërshtare, dhe e pranoi vetë profesor Leka që Deta dhe Doçi kanë një mirë kuptim dhe një kombinim. E ka theksuar në intervistën e mëparshme vetë Megidoci që me Terezën e ardhur nga Amerika kuptohet mjaft mirë në fushën e lojës. Është gjë e mirë për ekipin, por gjë e mirë edhe për profesorin, sepse i krijon lehtësi për punën në vazhdimsi, si në stërvitje ashtu edhe në ndeshje. Kështu që është një armë e fortë për Vllaznin. Nëse deri tani është Megidoci, se jo mund të jetë edhe Deta një armë shtesë për Vllaznin. Profesor Marash, Vllaznia Femrave nuk është surprizë suksesi i saj. Disa vjeçar. Prej vitesh që ekipi i vajzave të Vllaznisë ka dominuar dhe ka bërë paraqitje të jashtëzakonshme si në aktivitetet kombëtare dhe ato ndërkombëtare. Kjo do të thosha është fal punë e stafit teknik të tyre dhe besoj që janë në rrugë të mbarë. Por duhet me pa që duhet me punu fort edhe me ekipin e moshave, ku baza duhet edhe fokusi me të gjithë grup moshat. Ekipi i moshave, Vllaznia ka e ka kampion të Shqipërisë, U16 apo U17 që drejtohet nga trajnerja Paula Jaku, e cila është një herë edhe trajnere U17, por edhe zëvendës trajnere të ekipi i parë. Pra garancin, me që thate, presidenti Matia ka bërë blerje masive për të përforcuar skuadrën me element me përvoj, por të ardhmen e ka aty. E kuptoj, por vajzat janë me perspektivë. Ekipet zinxhir nuk janë vetëm me 2 grup mosha. Duhet fillu që me fëmijët e vegjël që U10 e në vijim. Kështu që për me pas një vazhdimsi dhe një gjatësi në sport,
duhet punosh fort me ekipet zinxhir të moshave. Dhe me që jemi tek bleret, theksova që presidenti Matia ka realizuar 11 blerje përpara fillimit të eliminatorëve në Ligën e Kampionëve, pastaj ka shtuar dhe 2 të tjera shkojnë në 13. Por sonte befasoj kur theksoj që përsëri do të tentoj për disa dobësi që ai e njeh mirë futbollin, sepse ka luajtur vetë futboll, ka qenë kapiten për disa vite tek Ada Velipojës dhe vetë përvoja si president ja jep mundësinë të konstatojë së bashku me stafin teknik dhe sonte pranoj që do të tentoj për ta përforcuar përsëri skuadrën për raundin e dytë. Unë e kuptoj mas mirit, unë e përgëzoj zotin Matia, por unë jam me theksin dhe me punën që duhet bë me fëmijët që rriten këtu, me fëmijët e Shkodrës, me ekipet zinxhir, sepse duhet për me pas një vazhdimsi. Bleret janë momentale, janë zgjidhje të situatave momentale, kështu që fokusi dhe theksi duhet vënë tek ekipet zinxhir. Unë besoj që zoti Matia i ka të gjitha këto në mendje, kështu që ne thjesht po diskutojmë dhe po flasim për të mirën e ekipit të vajzave. Urime ekipit të vllaznisë në futboll për femra për këtë fitore të sotme 2-0 ndaj ekipit nën kampion të Ukrainës, fitoria e dytë rradhazi për raundin e parë ndaj kësaj skuadre dhe kualifikim në turin e dytë të Europa Cup. Nesër pritet të mësohen edhe emrat se do të jenë kundërshtarë të mundshëm. Në shordhin që do të hidhet, Vllaznia ka shansin, është në vazhën e parë për merit vetë Vllaznisë, e cila tashmë ka krijuar edhe një bazament dhe vetë koeficienti i pjesëmarrjes në Evropë për shumë vite ka kaluar në vazhën e parë. Shpresojmë një short sa më i përshtatshëm, ndërkohë që jemi në pritje për lidhjen me Kanadan, me Elvin Beqirin, shkurtimisht për lojrat me dorë, ditë janë luajtur ndeshjet e javës parë, kampionati kombëtar i Superligës në volejboll për femra dhe meshkuj. Kemi pasur 2 ndeshje, ekipi meshkujve që drejtohet nga tekniku Artan Kalaja fitoi me rezultatin 3-1, ndërkohë që ekipi femrave me trajnerin tashmë të ri Dorian Tafa se zëvendëson në këtë detyrë në Radetën, e cila u tërhoq nga drejtimi i skuadrës për vetë rrethanat e një skuadre e cila po vinte në shpërbërje sipër me probleme u larguan disa volejboliste titullare dhe të huaja, por Vllaznia tashmë me elementin e ri debutoi përballë Skënderbeut, por mund me rezultatin 3-0. Si shikoni këto dy ndeshje? Them drejtën, ndoshta për Sërtoni me punën shumë vjeçare dhe eksperiencën që ka dhe që e njeh mirë fushën ku ai është në brendësi, më vjen mirë që fitoret kanë ardhur, por si specifik në vedi volejbolli, ndoshta mund të them ka vështirësitë ashtu siç thamë edhe për vajzat që janë specifika të veçanta, sepse sot sporti është bë më shumë problem të ardhurnash ose biznesit, dhe kjo është problematik në veti sepse edhe lojtarët kanë filluar të largohen me të drejtë, sepse i ka pasur të largime edhe edhe tek vajzat, po ashtu edhe tek djemt. Vajzat se vajzat janë. Pra kjo është problematik në veti që unë nuk mund të them se rezultatet janë reale, duke e ditë që ndoshta ekipi është formatuar për me lujtë me shumë lojtarë të mirë dhe ndoshta elementi i ri është hala në përgatitje. I uroj profesor Tonit, po ashtu edhe profesor Dorit suksese, sepse them drejtën e meriton Vllaznia për me pas sukses në lojrat me dorë, aq më tepër volejbollin, ku Shkodra është tipike, jo vetëm tek futbolli, por gjitha sportet. Ndërkohë, ekipet e basketbollit janë në pritje të fillimit të kampionatit, por më herët do të jetë Superkupa e Shqipërisë, ku Vllaznia dhe Beslia e Kampionit do të ndeshin për Superkupën e Shqipërisë në basket për meshkuj, ku Vllaznia këtë sezon në drejtimin e trajnerit që vazhdon detyrën e tij, vazhdon punën. Elina Llazani ka filluar televiz me shumë maturi, por me element cilësor, ku siç kemi theksuar edhe më herët një shkodran i lindur në Amerikë, një shqiptar amerikan si Klajdi Kiri, është bërë pjesë e Vllaznisë 2 metër dhe 8 centimetër, do të jetë një mbështetje e fuqishme e Vllaznisë në pozicionin qendër, aty ku Vllaznia ka vuajtur, por ka marrë
edhe 2 të huajt e tjerë, ndërkohë që ka rikonfirmuar edhe me kapitenin Shestani. Suksese për ekipet e lërë me dorë, gjithnjë e them jemi në pritje për lidhin me Kanadan, ndërkohë kategoria e tretë, klubi futbollit Shiroka, trajneri i Shirokës, po kemi ka ardhur ndjes Rezia, faleminderit e kolegëve Hysaj, Jakova dhe Gerdani, ka ardhur Elvin Beqiri. Mirëmbrëma nga Shkodra, Elvin, por atje është akoma pasdite apo misdit? Po, vazhdon akoma me qenë ditë. Gaci, mirëmbrëma gjithëve herë, mirëmbrëma gjithëve dhe faleminderit për ftesën. Gaci. Pa filluar tek komenti për Vllaznin, urime për suksesin tuaj, që u informuam që jeni shpatur kampion në një kampionat shumë të rëndësishëm me ekipin tuaj. Për çfarë bëhet fjalë? Faleminderit, Gaci, bëhet fjalë për kupën e Ontarios, Ontario Cup, për moshën U17. Po. Dhe pat me fatin, normal edhe meritën për ta fitu këtë kupë. Sigurisht është një arritje e madhe këtu në futbollin kanades, sepse bëhet fjalë për të zhvilluar një aktivitet tjetër ose një kupë tjetër. Tashme për të shpall fituesin gjithë Kanadan, tek mosha U17, pra që do të losim me provincat e tjera, me 11 provinca tjera. Do të zhvillohet në Vancouver në muajin tjetër, kështu që shpresojmë që atje të kemi një rezultat sa më të mirë. Ju prit suksesi juaj nga komuniteti shqiptar që jeton atje, po edhe nga midisi, po themi, kanadez apo ekipet e tjera rivale, një shkodran, një shqiptar që drejton një skuadër dhe shpallet kampion atje. Pati xhelozi apo edhe përgëzime? Jo, faktikisht ka pas shumë përgëzime, sepse ishte diçka surprizë ndoshta për provincën e Ontarios, fitimi i një klubi që ndoshta është modest, ose një akademie që është modeste, sepse ka shumë akademi që ka në një traditë shumë të madhe në provincën e Ontarios, dhe ishte surprizë akademia e Cherry Beach për çdo kënd, por fal një punë shumë të madhe që bë, pothuajse që nga moshat, domethënë që nga moshët e vogla të këtij grupi, sepse është një grup me lojtarë talentuar. Dhe unë pata fatin ndoshta për të vazhduar atë pjesën e punës dhe për të zhvilluar sa më shumë dhe sa më mirë këtë element të ri, për t'i përgatitur nesër mas nesër kur të kalojnë tek ekipet e para. Suksesi juaj në Kanada, Elvin, ka ngjallur interes dhe ka entuziazmuar edhe në Shkodër, tifozërinë shkodrane, miqtë tuaj, mes të cilëve dhe Zamir Moqiqi apo Zamir Beqiri, djali i xhait tuaj, i cili është në tifozët e parë, themelues edhe të tifozërisë kombëtare. Pra, në Shkodër, në fakt, nga ato ne e morëm informacionin për suksesin tuaj. Prandaj për të qenë pak me afër në studio tona, na informoni kur keni sukseset e tilla, sepse është edhe një kënaqësi për atmosferën në Shkodër. Po le të kalojmë tek Vllaznia. Si e përjetuat fitoren ndaj Partizanit? Pa diskutim një kënaqësi e veçantë, është një fillim i marrë për Vllaznin. Unë fatkeqësisht nuk kam mujt me pa ndeshjen, sepse kam pas ndeshje me ekipin tim në atë orarin kur luajti edhe Vllaznia me Partizanin, por nëpërmjet highlightseve, pra nëpërmjet kronikës, kam pa momentet, golat dhe me të vërtetë, edhe nëpërmjet informacioneve të shokëve dhe me që kam kontaktu, kam marrë opinionet më të mira për këtë ndeshje. Vllaznia ka bërë një ndeshje mjaft mirë, që ka meritu këtë fitore. Ndoshta rezultati ishte u zgjill në minutat shtesë, por Vllaznia do kishte zgjill më herët, duke pas parasysh lojës së mirë që ka bërë, që nga fillimi deri në fund.
Elvin e shikon favorite dhe pretendente serioze vllaznin këtë sezon? E kemi thënë dhe herë të tjera pretendente, por e vit duket që janë plotësuar shumë kushte për të qenë vllaznia kampione. Gaci, unë e kam thënë edhe në për intervista tjera, që me ardhin e president Xhaferi, vllaznia ka një qasje tjetër tashmë, çdo vit pretendon për dalë kampion ose për të fituar trofe, disa herë e ka arritur edhe një gjatë tillë. Pa tjetër e shikoj edhe si mjet që është për titullin kampion, për fitimin e kupës, pa për të marrë trofe, sigurisht, por unë e shef me një qasje tjetër këtë vit me ardhin e trajnerit Martini, mendoj që skuadra me ato që kam parë edhe në kupat, në neshjet e kupave, skuadra duket ma etur, ka një ndryshe nga vitet e tjera, kjo si merit e trajnerit Martini, pa diskutim. Kur shpresojmë domethënë të ruhet deri në fund kjo qasje, domethënë qasje e mirë nga ekipi, sepse është një garanci për suksesin në vazhdimsi. Kështu që shpresoj që të arrijnë sa më shumë këtë qasje për të arritur objektivin. Elvin, java e 4 të superiorës përballë vllaznin me Teutën në transfert. Një opinion e juaj për këtë pragneshje, ndërkohë me pas ka diçka dhe miku juaj që është në studio Ardit Mani, por fillimisht na thoni parashikimin për super sfidën e javës së 4, Teuta Vllaznia, një Teutë që sot mundi Dinamon 1-0. Një ndeshje e prapambetur që ishte për llogaritë e javës së parë. Pa tjetër që duhet një ndeshje shumë e luftume, shumë një ndeshje e vështirë për ekipin e Vllaznisë, duke marrë parasysh edhe organizimin e ri që është bërë tek ekipi i Teutës, që me ardhin e presidentit të ri, me afrimin e shumë lojtarëve me cilësor, ekipi ka po ashtu një organizim dhe një qasje tjetër tashme, dhe si rrjedhoi ekipi jo rastisht ka fituar edhe me Dinamo, po ashtu Dinamo është mirë organizuar dhe me një paraqitje dinjitoze në Kupat e Europës, kështu që mendoj do jetë një ndeshje shumë e luftuar, ku shpresojmë që Vllaznia të hapin më të mirën e saj për të marrë fitoren, sepse është shumë e rëndësishme në këtë fillim kampionatit për vazhdimsinë. Ardit, shkurt sepse jepi në limit të emisionit. Mirëmbrëma, profesor. Ardit, përshëndetje, mirëmbrëma. Më fal, se nuk erdhi zoni prandaj. Pa problem. Të uroj suksese, unë kam kanë ndjeni për ndeshjen, po më vjen mirë që pas ke dalë faqe bardhë. Faleminderit. Por unë nuk kam pyetje, por ndoshta e tham kështu haptas me të ardhë keq që trajner cilësor si nga ana profesionale, por edhe nga ana e burimeve njerëzore të ndodhen jashtë vendit edhe mos kontribuojnë në Shqipëni, kjo të vjen keq. Gjithsesi unë të uroj gjithë mirat edhe vetëm suksese profesor. Të meriton. Faleminderit Ardit. Gjithashtu të uroj shëndet e të mirat. Faleminderit. Elvin, ju falenderoj për lidhjen. Ishim dëshirë të ishit në hapjet e misionit për angazhimet tuaja me procesin servitor apo edhe me djalin tuaj, që duket se ai do të pasojë, do të vjojë në traditën e familjes me futbollin. Bëri që kjo lidhje të jetë në fund të emisionit. Faleminderit dhe suksese ju, por edhe djalit që po rritet edhe ai me futbollin. Faleminderit. Gjithë mira dhe suksese gjithashtu. Natën e mirë. Ardit, jemi në limit, por sepse na erdhen ashtu situatat, por shkurtimisht, çfarë bëhet me Shirokin? Sa i kënaqur jeni? Kemi thënë që keni realizuar merkato superiore, vetë emrat të tillë të japin këtë impakt. Unë nuk është momenti për me bë falënderime, pavarësisht se meriton presidenca falënderimit, sepse është përgjigjur në çdo moment për çdo mundësi që ose një kush që mund të kemi vënë ne si staf. Bëhet fjalë për presidentin Ergjaxhani, një pasionant që do të falenderoj shumë edhe stafin me krye drejtorin Mattia Tatangelo, i cili të drejtën është noll pranë për çdo gjë, nga gjitha problemet që hasim çdo ditë dhe si në pjesën taktike të punës që bëjmë çdo ditë, po ashtu edhe në pjesën e organizimit.
Them drejtën, jena ekip me kam tokë, nuk po bëjmë asnjë gjë më tepër se sa atë që kërkohet për me dalë në një kategori më tepër. Normalisht që dëshira është shumë e madhe, shpresojmë shumë të kena dhe fatin. Fatin jo vetëm për rezultatet, por edhe për jashtëdëmtimeve, sepse është shumë e rëndësishme. Profesori Edin ne kena hinë në fazën përgatitor dhe po punojmë shumë që përveç ngarkesave të ruhemi edhe po nga dëmtime, sepse 19 tetori është larg, por nuk është edhe shumë larg. Dhe disa neshje miqësore që kena bë, të them drejtën, kanë qenë neshje testuese. Ku neshja më fundit ka qenë me Basanin, të them drejtën, me një ekip të fortë dhe të mirë organizuar. Por mënyra se si u organizuam neshjen ishte shumë e mirë dhe të gjithë pritshmëritë që kishim, shpresoj që dolen në fushën e lojës. Dëmbësor me Basanin keni pasur përballë kundërshtarin Drejtis Haxhi Osmanović. Kënaqësi edhe emocion në fondeten, por në fushë është e vërtetë ajo që kur futesh në fushë për me lujt, ke qef fitosh çdo kush edhe të drejtën djem tu përgjigjen. Unë do të falenderoj të gjithë lojtarët e ekipit Qiroks, të cilët me përkushtim stërviten dhe të gjithë bashkë kena një qëllim, pra aty nuk ka jam unë ose ai tjetri, por jemi gjithë për një qëllim dhe shpresoj. Stafi juaj përbëhet drejtor dhe Tatangelo, une, profesor Ervin Buca, profesori përgatitje atletik. Trajneri portierëve? Trajneri portierëve, profesor Bujari. Një respekt veçantë, me të thonë drejtën, për profesorin. Shpresoj që jena në rrugën e duhur. Kampionati është shumë i vështirë, të them drejtën, sepse janë ekipe që pretendojnë shumë. Shpresoj të ecim dhe të kena informacion më tepër në ditën vazhdim. Suksese. Suksese erdit në misionin tuaj që keni marrë përsipër, sepse keni një përvojë të gjatë si trajner, i drejtues i shoqatës shpresa në futboll. Çdo ditë është eksperiencë, aq më tepër që në drejtim të trajnimit është çdo ditë kena çfarë mësojmë. Shpresojmë që ky hap të jetë një garanci për vazhdimsinë dhe të shikojmë në nivelet të larta. Avash. Suksese ju, suksese edhe presidentit Pas Fernande Ergi Axhani, i cili është një njohës i mirë i futbollit, ka qenë vetë futbollist, ashtu si edhe babai i tij Fatmir Axhani. Por egoja dhe pasioni dhe përqëndrimi i Ergi Axhanit për ta kaluar Qirokën në kategorinë e dytë vazhdon të jetë aktualisht. Vitin e kaluar vetëm për një barazim në ndeshjet e fundit apo edhe për gjykimit nuk e arriti qëllimin, por këtë vit e synon seriozisht. Ndërkohë për kategorinë e dytë duhet theksuar me që u përmend Basanja, se është një klub i mirë organizuar me presidentin Emir Shimaj, i cili ka një betejë, një sfidë të fortë në javën e parë. Do të jetë një derbi Basanja-Beslidhja. Beslidhja që në këtë studio një javë përpara ishte kryebashkiaku i Lezhës, Pjerin Ndreu, dhe premtoi një beslidhje të fuqishme për të shkuar deri në Super League. Dhe presim, çfarë do të prodhoj sfida javës parë, Basanja-Beslidhja. Ndoshta një sekond, unë do të falenderoj shumë edhe profesor Fatmir Axhanin dhe Fatmir Baqramin, të cilët unë çdo moment konsultohem dhe i falenderoj shumë për ndihmën e tyre. Këtu mbyllet gjithçka, falenderimet janë të mia për profesor Albert Marashin, trajnerin atletikës dhe njeriu që bëri të mundur me pasionin e tij organizimin e maratonës së Shkodrës 2025, e para këtij lloji, me përmasa më të vërtet fantastike, dhe shpresojmë të jetë në traditën e vazhdimsi. Urime. Patjetër, faleminderit. Një falënderim i veçantë për të gjithë mediat e rrjeteve sociale, për mediat lokale, për paraqitjen dhe promovimin e këtij aktiviteti. Do të thosha që nuk kanë munguar asnjë moment, që në momentin që është bë hapja dhe deri në momentin që është bë mbyllja e këtij aktiviteti. Është detyra jon, do të vijojmë të jemi në mbështetjes për ju, për gjithë sportin. Faleminderit Erdit. Falenderit Valmir Hysa, falenderit Nina Akova, falenderit Ferran Gredani, por edhe kolegëve të montazhit me Ledi Danin dhe Urim Hysen që kanë përgatitur edhe kronikat e transmetimit. Nga unë Gaspar Marko, përshëndetja përmbylluese, takohemi të mërkurën e ardhshme me një fitore, shpresojmë, në Niko Dovana Teuta Vllaznia. Deri atëherë, mirupafshim.